teksa partitë politike kishin nisur fushatën për kryeqytetin, duke nxjerrë edhe kandidaturën e tyre në terren, gjykata kushtetuese pezulloi zgjedhjet në Tiranë. Ankimi i bërë nga Erion Veliaj, si për VKM-n e shkarkimit nga Edi Rama, ashtu edhe për dekretin e Bajram Begajt, u konsiderua korrekt nga ana e trupës kushtetuese, duke i thënë presidentit të Republikës se nuk mund të nxirrte një datë për Tiranën, sa kohë ky organ nuk është shprehur nëse shkarkimi ishte në përputhje me ligjin apo jo. Gjykata kushtetuese vendosi pezullimin e dekretit të presidentit të Republikës së Shqipërisë, numër 350, datë 1/10/2025, për caktimin e datës së zgjedhjeve të pjesëshme vendore për kryetar bashkia, për disa njësi të qeverisjes vendore, për pjesën që cakton datën e zgjedhjeve vendore në Bashkinë Tiranë. Në vlerësimin e mbledhjes së gjyqtarëve, zbatimi i dekretit të presidentit për zhvillimin e zgjedhjeve vendore vetëm për Bashkinë e Tiranës do të sillte pasojë të pariparueshme në drejtim të drejtave të zgjedhurit vendor, kërkuesit, për sa kohë çështja gjyqësore për shkarkimin e tij është ende në shqyrtim. Dalja e këtij akti duket se nuk e kishte mërzitur Bajram Begajn, i cili përpara kameras së A2CNN u pyet se si ndihej që kishte shkelur kushtetutën me dekretin e zgjedhjeve në Tiranë, pyetje e cila e vuri jo pak në vështirësi. Zoti president, ju lutem. Zoti Begaj, president, ju lutem të s'pom lart. Po s'ka gjë, çfarë problemi? President, pas vendimit të gjykatës kushtetuese, mendoj që keni shkelur kushtetutën duke dhënë dekretin për zgjedhjet në Tiranë? Unë kam shkelur kushtetutën? Gjykata kushtetuese dje pezulloi vendimin për mbajtjen e zgjedhjeve, a mendoni ju apo jeni penduar që keni? Jo, s'jam penduar as pak, edhe gjykata kushtetuese me vendimin e marrë për pezullimin e pjesshëm të 1/6 së dekretit të presidentit të nxjerrë kohë më parë, është shumë e respektuar nga ana jonë. To vazhdojmë procesin derisa të çështja të diskutohet në tërësi. Pse nuk e keni thirrur ende antarën e gjykatës kushtetuese si vokshi për të betuar? Si ku e dini ju që se kam thirrur? Kur do të betohet? Kur të betohet do t'ju them. Qasja e Begajt është se dekreti nuk u rrëzua plotësisht, por u modifikua pjesërisht. Dhe tani mendjen, si ai, ashtu edhe të tjerët, e ka në datën 31 tetor, datën të cilën trupa kushtetuese do të thot fjalën e fundit për Erion Veliajn, nëse do t'i ndërpritet mandati apo jo, akti i cili do të sillte 2 pasoja. Nëse VKM-ja e shkarkimit do të konsiderohet e lishme nga ana e gjykatës kushtetuese, atëherë zyrtarisht në Bashkinë e Tiranës do të kemi një vakancë të krijuar. Erion Veliaj do t'i ndërpritet mandati dhe kryeqyteti do shkonte në zgjedhjet e parakohshme vendore. Në këtë rast, edhe faji i dekretit nuk do të ishte i madh, pasi në finale pasoja do të ishte e njëjtë, zgjedhjet e parakohshme në kryeqytet. Ky do të ishte skenari më optimist për situatën e krijuar, pasi partitë politike do të kishin thjesht më shumë kohë për të vijuar fushatën elektorale, kandidatët e pavarur më shumë kohë për të mbledhur firma, apo për të njohur te qytetarët, dhe partitë politike më shumë kohë për të organizuar në terren. Ky duket të jetë edhe skenari më i pritshëm për socialistët, të cilët pas vendimit të gjykatës kushtetuese morën një mesazh orientues që të vijojnë organizimin në terren, sikur asgjë të mos ketë ndodhur. Po ky ligj sqaron në pika 3 dhe 4 të nenit 45, se gjykata kushtetuese mund ta heqë pezullimin ose të shprehet në vendimin përfundimtar për vazhdimsinë ose jo të masës së pezullimit. E thënë qartësi, pezullimi nuk është shfuqizimi i dekretit, përpasoj palët e interesuara, por edhe publiku duhet të presin vendimarrjen e mëtejshme të gjykatës kushtetuese. Vetëm vendimi përfundimtar mund të shfuqizojë ose jo një ligj ose një akt. Në rastin e fjalë, dekreti i presidentit. Zgjedhjet në Shqipëri organizon Komisioni Qendror dhe Iliran Celibashi nxitoi të dilte përpara kamerave pas vendimit të gjykatës për të sqaruar pozitën e KQZ-s. Sipas tij, vendimi ishte i qartë dhe organizimi i zgjedhjeve në Tiranë ka ndaluar derisa të ketë një vendimarrje të dytë. Tani, pas vendimit të djeshëm të gjykatës kushtetuese, kemi këtë komunikim në lidhje me çfarë ndodh me procesin zgjedhor në 6 bashkit.
vendit sipas dekretit presidentit. Në zbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese, që dje me njërë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndërprerë dhe ka pezulluar të gjitha përgatitjet që lidhen me procesin zgjedhor në Bashkinë e Tiranës, dhe ndërkohë vazhdon normalisht procesi i përgatitjes së procesit zgjedhor dhe të zgjedhjeve të themi për 5 bashkitë e tjera. Çdo veprim i KQZ-s, si çdo lloj natyre apo angazhimi tjetër, i cili lidhet me përgatitjen dhe zhvillimin e zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës, është pezulluar që ditën e djeshme. Që do thot në datën 9 nëntor, është e sigurt që do të zhvillohen zgjedhjet për 5 bashkitë e tjera, për ashtu Bashkinë e Tiranës, pra për Bashkinë e Vlorës, Beratit, Tepelenës, Cerrikut dhe Matit. Në pritje të datës 31, ishte dhe Iliran Celibashi, i cili do të mësoj nëse do të ketë fluks pune apo jo, pasi organizimi zgjedhjeve në kryeqytet është një mision impenjativ edhe për vetë KQZ-n.